Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istria Mickovski përshëndet deklaratën kryetares së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për hapjen e dy fabrikave të inteligjencës, njëra në Maqedoninë e Veriut dhe tjetra në Serbi. Mickovski tha se qeveria vazhdimisht ka punuar për realizimin e këtij projekti. Rreth 5 milionë euro bashkëfinancim, praktikisht ekspertët tanë, studentët tanë dhe profesionistët do të mund të shfrytëzojnë dhe përthithin burimet e BE-s. Dhe është mirë që presidentja von der Leyen e paralajmëroi këtë sepse bëhet fjalë për dy projekte, njërin e ka fituar Maqedonia ndërsa tjetrin e ka fituar Serbia, tha mes të tjera Istra Mickovski, ndër të tjera e nënvizoi se deri më sot vendi ka shfrytzuar përvoja dhe burimet e vendeve fqinje. Tani do të ketë qendrën e tij që do të merret me inteligjencën artificiale. Bota. 24 orë pasi u liruan 20 pengjet e gjallë, Izraeli kërkon nga Hamas zbatimin e marrëveshjes për kthimin e trupat e pengjeve të vrara gjatë luftimeve. Deri në mbrëmjen e së hënës Hamas dorëzoi vetëm trupat e 4 pengjeve, ndërsa shpreu vështirësi për gjetjen e të gjithë trupave pasi një pjesë e tyre janë në rrënojat e ndërtesave të shkatruara nga bombardimet. Ndërmjetësuesit deklaruan se grupi terrorist po has vështirësi në lokalizimin e të gjithë trupave, megjithatë sipas transmetuesit publik kanë Izraeli beson se Hamasi ka disa prej tyre. Agjencia OKB-s kërkon që gazetarët ndërkombëtar të lejojë të hyjnë lirshëm në Gaza. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez, Filipe Lazarini, tha se ka ardhur koha që arsimi dhe ndihma humanitare të arrijë në Gaza, ashtu sikurse edhe paqja përmes shërimit, drejtësisë dhe njohjes së ndërsjellë. Publikohet marrëveshja e plot për paqen në ripin e Gazës e nënshkruar më 13 tetor 2025 nga presidenti Donald Trump, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, emiri i Katarit Al Thani dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në këtë marrëveshje palët angazhohen për të çmëntuar ekstremizmin dhe radikalizmin në të gjitha format e tyre. Palët angazhuara vlerësojnë se lindja e mesme nuk mund të tolerojë një cikël të vazhdueshëm luftrash të zgjatura, negociatash të bllokuara ose zbatimin e pjesëshëm të paplot ose selektiv të kushteve të negociuara me sukses. Presidenti Donald Trump së bashku me udhëheqës të tjerë në rajonin e lindjes së mesme nënshkrua marrëveshjen e paqes në Gaza gjatë samitit në Sharm el Sheikh për kreun e shtëpisë së bardhë. Kjo është një ngjarje historike. U deshën 3000 vjet për të arritur në këtë pikë, a mund ta besoni? Dhe këtë herë do të qëndroj. Kjo është një ditë e jashtëzakonshme për botën, tha Trump, duke shtuar se marrëveshja ishte aq e rëndësishme sa do të parandalonte luftën e tretë botërore, të cilën ai tha se mund të ndodhte në lindjen e mesme. Kemi arritur atë që të gjithë e quanin të pamundur, më në fund kemi paqen në lindjen e mesme. Është kaq bukur të shohësh një ditë të re dhe të bukur që lind, dhe tani fillon rindërtimi, nënvizoi Donald Trump. Një epokë e re paqe dhe sigurie në lindjen e mesme, komentoi presidenti i Egjiptit marrëveshjen për Gazën të nënshkruar në pranitë e liderëve botëror në Sharm el Sheikh. Abdel Fattah al-Sisi tha se përfundimi i luftës në Gaza duhet të shënojë fundin e të gjitha luftrave në rajon. Ai njoftoi se Egjipti do të presë një samit për rindërtimin e Gazës. Paqja nuk ndërtohet nga shtetet e qeverit, por nga njerëzit që besojnë se armiqtë e dieshëm mund të jenë miqtë e sotëm, u shpreh presidenti egjiptian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.